a do të pranoj Ramush Haradinaj të bëhet kryetari i Kosovës me vota të Albin Serbisë. Unë për veti nuk e besoj, se mas akuza trona që ka thonë Albin Serbia, Albin Rusia, krejt shpioni Serbisë, edhe të njoft farë patrioti është, nuk besoj që mundet me pranu një ofertë më bon kryetar me vota të Albin Serbisë. Ju në komente mëne me shkru se dhe juve ju vetë që ka mendoni, a pranan, a nuk e pranan Ramushi më bon kryetari i Kosovës me vota të Albin Serbisë. Për veti unë e përkraj, se është maj miri prej PDK-s edhe prej LDK-s. Edhe fjallë që ka thonë në fushate, para fushatës, për mu nuk qënë shumë pesh. Po për ato vetë që ka thonë, për ato do të me që pesh ma shumë, adin se i ka thonë vetë. Janë do fjallë pak shumë trona, adin që i ka qitë prej guës vetë, edhe tash është shtirë njeri normal me pranu më bon kryetar shteti me votat Albin Serbisë. Unë për veti nuk e besoj që Ramush e pranan këtë ofertë. Adin, shka zban bakia, veç, unë nuk e besoj. E njeva këtë Ardian Gjinin, këtë është ka silë si mi pas fitu 80%. Asë në Gjakov s'ka fitu 9.000 vote, ka po Minxin Gjakov, që në Kanagjes Gjinja i bojnë 9.000 vetë, këtë parti kryetari komunës edhe s'ka mujt me fitu ma shumë, kur pishot deklaratat sot me kushte, më bëra mushi, kryetar, me bë qeverien, kushti 1, kushti 2, pa çfarë kushti që të u burë me 6% me 40.000 vota. Shdrypni pak për toke, hesni pak rafshit, mos rreni vesh mbjesh në altë atje se po këqyrni poplin 5 naltit, po mendoni se e një mbreti. Jo, më Albini 400.000 vota, ti ki 40.000, adin dallimi është, i hatashëm është. Mos silli kështu se ta mërmendja që keni fitu 600.000 vota, po 40.000 ke marrë, asë në qytet tonë s'ke fitu. Zbot një pak fjallët.